sepse ata e duan që të krijojnë vëmendje. Ama unë ju nisën se kuptu edhe këtu nashta labi din pak më mirë. Nuk fitohet Bigu veç me dalë në Prime New York si budall të baba. Po pra, të e dim neve. Bigu është në maraton o burr. Vërtet. Më mirë mos Ti Prime i shet do sene. Po Gjinja kur ti shoh që ato sene ka qef me vërtetuar janë çashtu. Nëse tek shyna pet Bigu do thonë, "Na, ky ka fol çashtu, po nuk ka çashtu." Po flen ka gjumë gjithë ditën. Shembull. Vallahi shkam të po do njerëz. Vallahi çudi. S'dia ka ndodhur që Biga u kon 2 ditë aktiv kur kum dal jashtë. Tu tash të somo. A ka ndodhur kjo Bigat e kalumat çashtu se kanë flet çashtu? Çfarë ke thënë kushtrimet? 2 hipoteza. Ata tani janë rikthy me fjalën. Ja, valla s'besa. E di çam tha mu mbrëm Klodi se si ishte Toni iku të fleje pastaj. Ma bëri, neve Alba ju kemi lënë vetë ty edhe Ludon, besoni atë që besoni për neve, fjala për demaskimin. Çmendëmoj. Po të ishte ashtu, nuk do kishit zjat ju 10 ditë ftofjen e juaj. Po çashtu, çdo ditë janë soft, knockout. Ata rrin, bëjnë muhabete gjëra, po nuk bëjnë kilimili ashtu siç bëshën fillim. S'ka kreativitet. Tani, këta fjallat ta tregojnë veten të fortë, kuptimin që ne kështu kemi qenë dhe kështu do vazhdojmë, juve thjesht i kishit fjalë. Ata po e bëjnë nga vështirësia, nga zorti tani. Ata bëjnë edhe më shumë gabime. Po. Se sa original. Ja pra erën nuk kapën. E di çfarë bëri mbrëm Klodi? Mbrëm Klodi, kur u quan kom që çohet fjala përballje fizike me ton, qeshte, se kuptohej që po e bënte vetëm për aktrim. Jo se ndjente vërtet bënte diçka për plasje me ton. Nuk ka ato për plasje, ato thmjash, ato thmi të bëjnë. I ka hupi. Mbrëm thjesht u bë situatëri përsëritse e fundjavës tonë, para se të vinte Toni. Kaq. Asnjë gjë s'ishte tjetër. Ka hupi era. Beni po u fut mes Tonit dhe mes Klodit t'i ja bënte kjo është ëndra ime, 2 mishkuj që fjala zihen për atë. Edhe Beni e ka... Çfarë Beni? Beni, ta ziheshin, domethënë u bë debati për këtë muhabetin e demaskimit, u fut mes të dyve, kjo është ëndra ime, kështu ashtu edhe tha pikte me të kërcyme me të bëme. E ka rrezu vetën shumë keq. Kush? Beni, Benita. Jo pa. Shumë keq. Klodi t'i jepte përgjigje i qeshte, Tonit jo. E ko çapa jo me nëvëzu Tonin. Ajo din, e knaqet me nëvëzu Toni. Ama nuk më kupton. Tani ajo e përmend djalin e Prizrenit. Tu bën njofje me Tonin, shkon bën ngacmime me Klodin. Si unë thash, Ka çi vëmendjen e si tjerëve. njeri është i mirë, si njeri më duket i mirë. Si njerëz Benita. Klod ti Ludo si njerëz gjithë jenë atë mirë, jo vetëm ajo. Po të unë, ja, që, unë jam të, jo vetë sjellën, ajo që të sjellë me mu. Me mu, jo tjertë, me mu të sjellë shumë korrekt. Ti me Klodin. Benita. S'mund me thonë të sjellë keq burrë. Ja, ti me Klodin ke përplasje. Është njëri i keq Klodi? Unë po të shkau, të çton edhe, unë shtoj këshyri. Po dem, unë shtosh me kuptoj doj. Dhe në marrë le ta bojnë që qëllë e kolionë e Qashtu. Po, mëre. Me mu për vetë, s'mund me thonë diçka. Priti të sporten, sot më ka pranu. Dhe djetë do shta me thonë e fjallë, thamë s'ki nevoj. Do më thonë, me mu personalisht, o të sjellë korrekt. A shka bar me Tonin, Po shka si bar dhe korrekt me këty fakti se ta dëgjon fjallën se çfarë sugjerime shi jep tjen. Shote. Po dhe jam tha sugjerim. Shumë bukur. Kur to dikush prezent si dëshmitar, po të flitin në fjallë, me thonë, a o konë qashtë? Se ti e konë dëshmitar, të së një ikë dëshmijës. As prokuroria s'u konë. Po. Unë e gjejën e pësha që ta thash, Po jo, ka da nësë më qësë, së në më qëtë më Jo, unë e kam kuptu Benitën, ajo e ka një fan djenë, kur ta shek ta nervozë e knaqet. Ajo ka qef ty me t'hek për... Ajo ka ndjesim për gati shumë meshkuj ashtu. Ajo ka qef ty me qitë për loje. Jo, me të vëzu, veç me të vëzu ka qef. A nuk i ban me qëllim? Zbrisaj se i ban me qëllim. Ti vazhdo mbrojë se ta pas ka dëgju fjallën ty. Qa me mu. Edhe qefi jo qënka me ta dëgju njëri fjallën ty dhe mbron maksimum. Që jam të mbrojt. Po, qysh që jam të mbrojt, po qysh që kjo... A rekthejnë loj. Ajo e rekthej këta në loj. Okej. Po qysh, kush e kish bo që ato? Se ka rikëthy Benita, është vetë Toni i fort për të rikëthy një. Ja, 20.000 euro, kush e pranaj? A kish mund me thonë jo?